Mulaim Zyberi, i lindur në Kërçovë të Maqedonisë, pas përfundimit të gjimnazit në vendlindje vazhdoi studimet universitare në Zagreb. Në vitin 1981-82 u përfshi në demonstratat e studentëve shqiptar të Kosovës kundër regjimit serb ndaj shqiptarëve. Si pasojë, Mulaim Zyberi u dënua nga regjimi titist me 7 vjet burg si kundërshtar i këtij regjimi. Pas viteve 90, ashtu si qindra mira të tjerë emigroi në Belgjik si shumë emigrantë shqiptar të ish Jugosllavisë, mendova për të ardhmen e shqiptarëve të Maqedonisë. Aktualisht, ai bën pjesë në Partinë Rilindja Demokratike. Të nderuar shikues, jemi këtu në qytetin e Durrësit, në pjesën që quhet Currila. Është pjesa më e bukur, po thoj, më e mira e qytetit të Durrësit, me një diversitet terreni, deti, në raport të drejtë me kodrën që kemi në krahun e majt, dhe këtu ndalëm me zotin Mulaim Zyberi, shqiptaro Maqedonas, që ka një histori të vetën, politikan, biznesmen, emigrant dikur, një histori e tërë e zotit Mulaim Zyberi, që në këtë bisedë jam i sigurt jo një histori të gjatë, sepse s'mund ta evidentojmë një histori të gjatë tuaj që keni aq shumë, me sa kemi biseduar jashtë kamerës, por pse jo, copëza pra nga jeta juaj dhe mendimet tuaja rreth politikës maqedonse, vështrimi juaj në politikën shqiptare, vështrimi juaj në politikën ballkanase, sepse ju jeni një nga pjesëmarrësit të politikën maqedonse, një nga figurat e Partisë Rilindja Demokratike të Emigracionit, një nga ata i keni konkuruar edhe për deputet në Republikën e Maqedonisë. Është kënaqësi që jeni në ekranin e televizion Apollon në këtë bisedë pra që po bëjmë së bashku, zoti. Faleminderit. Faleminderit, mirë se u gjej. Përshëndetje të gjithë spektatorëve të televizionit Apollon dhe të gjithë shikuesve që e ndjekin këtë televizor, ashtu si më thatë edhe ju, do me thënë nga gjithë Bregdeti shqiptar, nga gjithë Bregdeti, nga pjesa e Bregdetit shqiptar të Adriatikut. Unë tash për vete nuk e kam edhe aq lehtë që të flas, por desha të them që në të kaluarën jam marrë më shumë me aktivitete kombëtare, politike kombëtare, dhe për një periudhë caktuar jam marrë edhe me biznes, por nuk jam ashtu si thatë ju në një biznesmen shumë i suksesshëm. Do të konsiderohesha më tepër si një person që i ka ndjekur rrjedhat politike, qoftë në trojet shqiptare në Maqedoni, në Kosovë, por edhe në shtetin An. Ishte një takim i rastit para pak ditësh, kur deti ishte në dalg dhe kur me kamerën tonë ne po udhëtonim për gjatë bregut të plazhit të Durrësit. Një intervista juaj na bëri që të ndaleshim më shumë. Jashtë kamerës mësuam shumë gjëra për një jetë tuajin pak a shumë të ngjeshur, me aktivitete të ngjeshura, të nisur këto që në rinin tuaj, pra në adoleshencë të thosha, fundi i gjimnazit, në Maqedoni, dhe pastaj në shkollën e lartë në Kroaci, në Zagreb. A ka mundësi për shikuesin pra një prezantim të shkurtër pra të kësaj qendrese, sepse ju keni qenë pjesë e qendresës në ish Jugoslavinë. Çdo ta thoshit për shikuesin? Po, lëvizja studentore e vitit 1981 më ka gjetur në vitin e dytë të gjimnazit, në gjimnazin e Kërçovës. Atëherë në një moshë shumë të re, mirë po ishte një periudhë e cila për ne shqiptarët ishte shumë e vështirë, për arsye se shqiptarët në atë kohë, si dhe tashti, llogariteshin qytetarë të rendit dytë. Qytetarë pa drejta kombëtare, pa drejta politike,
sociale dhe ekonomike. Kjo lëvizje studentore e vitit 1981 zgjoi në një farë mënyre vetdijen kombëtare gati të gjithë shtresat e popullsisë. Kjo sidomos entuziazmoi gjeneratat e reja, rinin shkollore dhe në radhë të parë rinin studentore. Prej asaj periudhe pati shumë organizime më tepër ilegale, si në vendlindje në viset shqiptare në Jugosllavi, ashtu edhe në diasporë. Organizime këto të cilët angazhoheshin barazimin e statusit të shqiptarëve me statusin e kombëve tjera në ish Jugosllavi. Pra në atë kohë, studentët shqiptarë gjithkajishin kërkonin republikë të tyre, Republikën e Shtatë Shqiptare, Republikën e Kosovës në kuadër të Jugosllavisë. Mirë po këto kërkesa, pushteti atëhershëm, pushteti komunist, i u përgjigj me dhunë dhe me terror të paparë. Në vitin 1981 kishte më shumë se 5.000 të rinj të burgosur që ishin shpërndarë në të gjithë burgjet e Jugosllavisë. Në këtë kontekst, edhe mua në vitin 1987 bashkë me një grup shokësh na arrestuan në atë kohë me akuzën për veprimtari armiqësore. Me thënë kundër revolucion dhe veprimtari armiqësore me tendenca për të shkatëruar shtetin e Jugosllavisë dhe na dënuan mua edhe sa shok me nga 7 vjet burg, pastaj edhe të tjerë me 3-4 deri në 2 vjet burg, e deri në vitin 1990 unë mbajta dënimin me burg në burgun e Idrisovës në Shkup. Pas vitit 1990, pastaj bashkë me shumë shok u angazhuam në proceset e reja demokratike, në organizimin politik shumë partijak të shqiptarëve, edhe prej asaj kohe deri më sot unë kam qenë, si thuash, aktiv në shumë angazhime politike për të përfunduar në organizimin më të ri politik në Maqedoni, rilinje demokratike kombëtare, të drejtuar nga profesor Rufi Osmani, parti e cila është e re dhe që garoi në zgjedhjet e 5 qershorit dhe prej atyre zgjedhjeve doli me 2 përfaqësues në Parlamentin e Maqedonisë. Po, juve thatë që jeni nga Kërshova e Maqedonisë. Maqedonia, si gjitha republikat jugoslave, ka qenë pjesë pra ish Jugosllavisë. Ndryshimet si i përjetuat të thosha, brezi juaj, një brez i qëndresës të demonstratave të studentët vitit 81 që morën për masat gjera që tronditën makinën shtetërore të Titos. Ju si e përjetuat pra këtë kalim nga Jugoslavia e madhe, nga politika e shtypjes e terrorit që ishte permanente në Jugoslavi, 10 vjeçare me 100 vjet do thoshe. Historikisht pra, shqiptarët në pjesën e Jugosllavisë kanë vuajtur. Si e kaloi kjo periudhë e tranzicionit nga Jugoslavia e madhe në Maqedoni dhe qëndrimet tuaja shkurt pra, qëndrimet tuaja në këtë politikë të veçantë në Maqedoni? Periudha e tranzicionit nga sistemi një partijak në atë shumë partijak në Maqedoni kaloi një çik më ndryshe se ajo në Kroaci, edhe në Sloveni, po edhe në Bosnjë, ku kishte lufta të përgjithshme. Në Maqedoni, për fat, nuk ndodhen këto lufta, edhe nuk pati pasoja dhe tragjedi të cilët i përjetuan këto kombe. Mirë po, në planin politik, pozita e shqiptarëve nuk u përmirësua dukshëm, ose nuk arriti aty ku ne si shqiptar mendonim dhe pretendonim të arrinim. Pra, organizimi politik shqiptar në Maqedoni u lejua formalisht nga shteti, por çaloi pastaj gjatë gjithë kohës, prej vitit 1990 e deri më sot, çaloi dhe nuk arriti që interesat e shqiptarëve t'i kanalizoj drejt edhe të realizoj
në një farë mënyrë projektin ton, projektin kombëtar shqiptar në kuadër të shtetit të Maqedonisë për barazi plot në shtetin e Maqedonisë. Juve thatë se u bën organizime të bukura, të mira në organizime politike në Maqedoni. Por këto kanë patur oscilacionet e tyre. Ka mundësi pra shkurt na shpjegoni kush ishte arsyeja e këtyre? Se kurbe në rani apo në Greqi dhe e dyta si është gjendja sot, Zuberi? Po, organizimi politik i shqiptarëve nga 1990 e deri më sot çaloi në fakt dhe nuk që aq efikas sa dëshironim ne dhe aq sa ne në realitet gjithë shqiptarët në viset e tyre në Maqedoni pritnin. Arsyet janë të shumta, mirë po unë do të evokoj këtu disa. Njëra nga ato është edhe mungesa e përvojës së shqiptarëve në politikë bërje, edhe në institucione politike, për arsye se shqiptarët gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë sundimit të Jugosllavisë së Titos, ishin jashtë institucioneve. Edhe kjo përvojë mungonte. Nga ana tjetër, shqiptarët me që ishin të diskriminuar në të gjitha sferat, e sidomos në sferën e arsimit, neve për një herë na munguan kuadrot e nevojshme që do të vijeshin në balë të këtyre proceseve, edhe në balë të këtij organizimi politik. Nga ana tjetër, kuadrot që kishim ishin kuadro që i takonin sistemit kaluar dhe kuadro të cilat edhe nëse kishin përvojë politike, nuk kishin kualitetet e nevojshme morale dhe kombëtare për të qenë të denjë që të jenë drejtues të këtyre proceseve politike. Prej asaj kohe deri më sot, ne shqiptarët në Maqedoni mund të themi me plot gojën se kemi bë vendnumrim, kemi bë vap në vend dhe nuk kemi avancuar shumë biles, mund të themi që kemi shkuar edhe mbrapa. Si rezultat i kësaj politike është zbrazja e trojeve shqiptare nga shqiptarët. Shqiptarët në pamundësi që të sigurojnë ekzistencën e tyre në trojet e tyre, u detyruan që të marrin botën në sy për të siguruar ekzistencën e tyre edhe për të siguruar ardhmërinë e fëmijëve të tyre. Kjo zbrazje, siç thuhet këtu tek ne, emigrim, më tepër është e pranishme në regionin e Kërçovës, sepse Kërçova edhe historikisht ka pas shumë njerëz në gurbet. Pastaj Dibra, në pjesët që kanë qenë më të varfra, pjesët më të pazhvilluara të viseve shqiptare në Maqedoni, e mos të flasim për manastirin, ku shqiptarët tashti më janë pakicë absolute, ose Resnja, edhe një pjesë e Ohrit. Shpërnguljet më dhaja ka pas edhe nga regioni i Strugës, shpërnguljet më dhaja ka edhe sot nga ana e Kumanovës, nga ana e Shkupit, një pjesë të mirë edhe nga fshatrat e Tetovës, në pjesën më të mirë nga fshatrat e Gostivarit, por edhe të vetë qytetit. Do me thënë, në mënyrë të pavetdijshme, politika shqiptare ose organizimi politik shqiptar nuk arriti që të ndali këtë hemoragji, që është shpërngulja, e cila ishte pjesë e një projekti politik të Vasa Çubriloviçit, i cili parashifte zgjidhjen e problemit të shqiptarëve përmes shpërnguljes tyre. Kjo politik, zoti Zuberi, ka qenë permanente e Titos, qenë hershmëri. Pra, Jugoslavia, shqiptarët, kanë parë të drejtën të lëvizjen ato pasaportat në çdo vend të botës. Pra, ka qenë politik e programuar me për këto arsye edhe nga Tito. Juve thoni që shpërnguljet kanë vazhduar dhe vazhdojnë. Vazhdojnë. Atëre, kjo nxitje vazhdon nga qarqet caktuara maqedonse apo serbe, vazhdon kjo nxitje, ky stimul i largimit të shqiptarëve. Ky stimul i shqiptarëve vazhdon në mënyrë indirekte
do me thënë shprënguljet stimulohen nga qarqet antishqiptare, nga qarqet maqedonase ose maqedono-sërbe, malazeze etj. Me vetë faktin sepse shqiptarët edhe sot vazhdojnë të jenë të diskriminuar, vazhdojnë të jenë në pjesën më të madhe jashtë institucioneve, vazhdojnë të jenë të diskriminuar gati në gjitha sferat, si në sferën e arsimit, si në sferën e punësimit, si në sferën e vendimarrjes politike, në sferën e vendimarrjes ekonomike, edhe në pamundësi për të siguruar ekzistencën, ato detyrohen të largohen. Pra këto janë stimujt që në një farë mënyrë, ashtu kjo është një lloj gjenocidi i heshtur, që ndodh në troje shqiptare, por gjenocid për cilin pak shqetësohen institucionet shqiptare, pak flasin mediumet, edhe pak flasin edhe personalitetet, qoftë politike, qoftë jo politike. Hajde le të dalim këtu. Në Maqedoni janë disa parti, zoti Zuberi. Midis tyre partia ku ju bëni pjesë, Rilindja Demokratike. Është parti që ka lindur në Maqedoni, nga vetë shqiptarët në viset e tyre në Maqedoni. Dhe përfaqësohet? Edhe kryetar ka, siç thamë, një figurë eminente, edhe jo vetëm në sferën e politikës, por edhe në sferën e shkencës, të ekonomisë, edhe një person me përvojë akademike, profesor Rufi Osmanin. Pra kjo nuk është parti e emigracionit, por është parti e cila në projektin e saj, pra në planin e saj, ka angazhim të posaçëm për diasporën, sepse diasporën e llogarit pjesë përbërëse të shoqërisë shqiptare. Në zgjedhjet e fundit ju bën në Maqedoni tani. Si shkoi raporti, sepse janë 30-40% shqiptarë në Maqedoni. Po. Janë përfaqësuar shqiptarët në parlament, ky numër i konsiderueshëm pra. Janë përfaqësuar pra nga ky numër votuesish shqiptar, qofse janë votuesit e tuaj. Sepse politikat e tyre mund të bëjnë edhe spostimin e votës apo jo, blerjen e votës. Ashtu. Diçka pra për këtë panoramë të situatës politike aktuale në Maqedoni. Shqiptarët në Maqedoni bashkë me diasporën përbëjnë 35 deri në 40%, siç thatë edhe ju, do me thënë rreth 800.000 banor. Dhe prej 123 deputetëve, aq sa ka parlamenti i Maqedonisë sot, vetëm 25 janë shqiptarë. Kjo paraqesin rreth 20 ose 20%. Pra shqiptarët edhe në parlament janë të përfaqësuar me 50%, si të them, të kapacitetit të tyre. Nuk janë të përfaqësuar, nuk janë të përfaqësuar në përputhje me numrin e shqiptarëve në Maqedoni. Do me thënë, siç tham, duke marrë parasysh shqiptarët që janë në vendlindje edhe ato që janë në diasporë. Në zgjedhjet e fundit doli edhe një parti e re, siç tham, partia Rilindja Demokratike Kombëtare, me qëllim që të rrisi, që të kthej dinjitetin e shqiptarëve, sepse politikat e përparshme nuk u interesuan shumë për ardhmërinë politike shqiptarëve, edhe nuk u angazhuan për atë që elektoratit i premtuan se do të mbrojnë në parlament edhe në institucione tjera interesat e shqiptarëve. Për këtë arsye edhe lindi Rilindja Demokratike Kombëtare, për këtë arsye dhe u pagëzua Rilindja Demokratike Kombëtare. Megjithse pati një fushat të qetë në shikim të parë zgjedhore, dhe që ishte një përparim në krahasim me fushatat e përparshme zgjedhore, do me thënë kjo fushat, pavarësisht se në dukje të parë ishte fushat e qetë, në ditën e zgjedhjeve edhe përpara ne mund themi se ishte e qetë, sepse nuk pati dhunën që pati në mandatet e tjera, do me thënë në zgjedhjet e përparshme, por megjithatë ngjeshte një presion politik
nga ana e partive në pushtet, nga partia VMRO DPMN, që është partia më e madhe maqedonase, edhe partia aleate e saj shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, që ishin bashkë në qeveri. Do me thënë, pati një lloj presioni, ato bënin presion nga ana maqedonase, këto nga ana shqiptare, me thënë, u bënin presion njerëzve që ishin të punësuar në funksionin publik, që ishin të punësuar në shtet, dhe kjo ishte rezultati një klientelizmi politik të BDI-s dhe VMRO-s, që në zgjedhje të quajnë, do me thënë, numër të caktuar të votave, dhe këto vota pastaj, këtë votim të argumentojnë se është bërë në favor të BDI-s. Do me thënë, ditën e zgjedhjeve ka pasur tendenca që të mbushin kutitë, sidomos në anën e Kërçovës. Ajo që ka pasur blerjet votave është diçka tjetër. Me thënë, atë kanë bërë 2-3 net të fundit, do me thënë, janë hedhur parat më dha nga 2 partitë më dha, njëra shqiptare dhe tjetra maqedonase, që kanë blerë votat. Kanë bërë kërcënime njerëzve, u kanë quajtur SMS-a. Kanë bërë kërcënime antarëve të komisioneve në për vend votime. Kanë bërë presion edhe me polici në për vend votime. Kështu që këto zgjedhje fatkeqësisht mund të konstatojmë se nuk kanë qenë realisht të lira. Edhe kjo është fatkeqësi e demokracisë shqiptare, edhe kjo është fatkeqësi për gjithë shqiptarët dhe për ardhmërinë e tyre. Si e në vështrimin tuaj, si është kohezioni i marrëdhënieve Shqipëria, shteti shqiptar, shteti am, me Kosovën dhe Maqedoninë? Në vështrimin tuaj, si funksionon kjo? Me aq sa shoh unë, për fat keq mund të konstatoj se nuk ka ndonjë kohezion të politikës, kohezion të mirëfillt të politikës shqiptare në vizet shqiptare në Maqedoni, në Kosovë edhe në shtetin Am. Marrëdhëniet, bashkëpunimi politik, i cili është ndërtuar në të kaluarën, kam bindjen se është ndërtuar një bashkëpunim politik në mes familjeve të njëjta politike. Do thotë, e djathta në Shqipëri ka bashkëpunuar me të djathtën, themi kushtimisht, me të djathtën shqiptare në Kosovë, ose me të djathtën shqiptare në Maqedoni. Mirë po, në një bashkëpunim permanent dhe bashkërenditje politike, bashkërenditje të veprimeve politike, për mendimin tim nuk ka pasur. Kjo mbetet në të ardhmen të bëhet, dhe një bashkëpunim i tillë, ura të tilla bashkëpunimi duhet të jetojë. Duke qenë se ju keni një eksperiencë evropiane, qytetar evropian, keni vite të tëra që banoni edhe jashtë Maqedonisë, keni një kulturë, një universitet, jeni inxhinier, po, inxhinier i diplomuar i bioteknologjisë. Jeni pra pjesëmarrës i hershëm në politikë, vështrimi juaj në politikën shqiptare. Si shikoni Shqipërinë në planin politik, unë si shqiptar nga viset shqiptare në Maqedoni, po edhe shumë bashkëtetar tjerë, bashkombës të mi në Maqedoni, i ndjekim me vëmendje rrjedhat politike në Shqipëri, dhe vlerësohet, ky është vlerësim edhe imi, se politika shqiptare duhet të jetë më e përgjegjshme ndaj zhvillimeve si këtu në shtetin Am, po ashtu edhe në viset shqiptare jashtë shtetit Am. Për arsye se zhvillimet politike në Shqipëri përcaktojnë në një farë mënyrë edhe zhvillimet politike kombëtare të viseve shqiptare jashtë saj. Fatkeqësisht, tranzicioni politik në Shqipëri ende po vazhdon. Dhe ky duket si një tranzicion i gjatë dhe jo normal, sepse dhe i lodhshëm, për arsye se për 20 vite tranzicion, pavarësisht se Shqipëria ka kaluar një sistem shumë të egër komunist, një sistem shumë më të egër se sistemi në Poloninë,
Mos përmendim Sloveninë, sepse Slovenia ka qenë shumë përpara, edhe përpara, ose ka ecur shumë edhe Kroacia, ndërsa Shqipëria nuk ka ecur me ritmin që ne e kemi pritur. Kjo edhe si rezultat i jo efikasitetit politik të shqiptarëve. Këtu mendoj unë se institucionet edhe shteti është dashur të funksionojnë më mirë, të jenë më efikas, sepse ato janë përgjegjëse për zhvillimet ekonomike, sidomos për zhvillimet ekonomike dhe sociale në Shqipëri. Këtu që në fillim ka munguar bashkëpunimi, dialogu politik në mes shqiptarëve. Pavarësisht se ne e dolëm nga ajo diktaturë që thash, kjo nuk duhej të na pengonte neve që të kemi bashkëpunim dhe që të kemi më tepër mirëkuptim në mes si shqiptar. Edhe mendoj se kjo na ka kushtuar shumë deri tani. Edhe njëri i rikthehemi pra politikë shqiptare. Nuk keni ndjekur paka shumë, nuk keni ndjekur, sepse televizionet tona shtërien valët në gjithë votët. Pra keni ndjekur parlamentin, keni ndjekur marrëdhënie midis partive, që keni parë trazira që janë bërë në Shqipëri. Mendoni që këto kanë një faktor, kanë një arsye, dhe cilët do të ishte mesazhi juaj? Të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri prej nga 1997, atë themi këto ngjarjet në kohën e demokracisë, ngjarjet e dhimbshme të 1997-s, kur shteti ishte buz falimentimit, pastaj edhe të 1998-s, por edhe demonstratat tashti të janarit shkurtit, ashtu, që ishin po ashtu të dhimbshme për ne të gjithë, mendoj që kanë arsyeën e tyre, edhe për fat të keq janë rezultat i keq menaxhimit të politikës shqiptare. Qoftë opozitës, qoftë opozitës. Unë mendoj se në këto ngjarje nuk është fajtor vetëm njëra palë. Do të thënë nuk bën të fajsohet opozita dhe të lihet anësh opozita. Dhe kundërta, të fajsohet opozita dhe të lihet anësh përgjegjësia e opozitës. Në Shqipëri historikisht ka pasur interferenca politike të jashtme në zhvillimet politike të brendshme shqiptare. Edhe kam bindjen për fatkeq se ato ende janë të pranishme. Prandaj mbetet detyrë e vështirë e politikanëve shqiptar, e përfaqësuesve politik, e atyre që i kërkojnë mandatin popullit, që të punojnë me përkushtim dhe me sakrificë për të mbrojtur interesat e atyre që i mandatojnë, që u japin mandatin, që u japin një pjesë të sovranitetit, u delegojnë një pjesë të pushtetit këtyre personave që ti menaxhojnë më mirë. Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që të ishte shembull, që të ishte tamam lule e Ballkanit, ashtu siç pretendonte me pat drejtë dikur propaganda komuniste. Juve jeni prezent në Shqipëri, natyrisht me kohë pjesme, që nga vitet pas vitet 90. Bile keni një rezidencë në këto kushte, si shikoni njerëzit, pra plazhet shqiptare, pasuritë shqiptare, administrimin e tyre, çfarë mendimesh keni? Dhe funksionin e institucioneve. Jo vetëm unë, por edhe të gjithë ato që e kanë vizituar Shqipërinë, miqtë e Shqipërisë, dashamirët e Shqipërisë, kanë konkluduar se Shqipëria i ka të gjitha. Shqipëria është vendi në Ballkan që natyra ja ka falë të gjitha bukuritë. Do me thënë, Shqipëria ka detin e bukur, Shqipëria ka male, Shqipëria ka vende ku të tre stinët i ke të njëjtën ditë, ke poshtë detin dhe lart ke borën. Do me thënë, ku mund të bësh edhe turizëm veror, edhe turizëm dimror. Shqipëria ka kulturën e saj, Shqipëria ka historinë e lashtë,
Ne si shqiptar jemi komb i formuar. Nuk jemi nga ato kombe të cilat kërkojnë ende identitet. Prandaj ne për të penetruar në Evropë dhe për të njohur si komb e kemi shumë më të lehtë se të tjerët falë këtyre bukurive që kemi. Mirë po për këte duhet të punojmë ne si shqiptar, sepse kur kush nuk do punojë për ne dhe në vendin tonë. Këte duhet ta bëjmë ne. Të gjitha këto bukuri natyrore, të gjitha këto plazhe duhet të menaxhohen mirë nga pushtetet që janë kompetent, do me thënë nga pushtetet lokale. Mendoj që pushteti lokal në Shqipëri ka mjaft kompetenca për të menaxhuar, të themi në radhë parë plazhet. Këtu në Shqipëri unë vrej se brenda këtyre 10-15 vitëve të fundit është ndërtuar shumë. Unë kur kam ardhur nga 95 deri në 99 nuk kam qenë i pranishëm dhe kur erdha në 99 pa se ishin bën ndryshime kolosale. Mirë po jo të gjitha këto ndryshime ishin bë për të mirë. Kishte një rrëmuj, kishte një parregullsi në ndërtim. Kishte plazhe të zëna. Sot edhe të gjithë jemi dëshmitar se janë zënë plazhet nga pallatet, nga muret. Edhe sot kam mbetur shumë pak plazhin e Durrësit për njerëzit. Edhe ajo pjesë që ka mbetur është zaptuar nga persona, nga bizneset ndryshme, edhe për publikun shqiptar ka mbetur pak plazh publik. Në ndërkohë që ky publik paguan për këto plazhe, paguan detyrime. Mirë po, të gjitha ato pagesa që bëjnë nuk i kthehen atij me të mira. Nga ana tjetër, unë që vi dhe që rri gati çdo verë kaloj pushimet këtu, ballafaqohem me disa dukuri që nuk duhet të ishin në radhë parë pa pastërtia. Uji në det nuk është i pastër. Kjo duket me sy, ka infeksione. Mungesa e ujit. Uji nuk ka, ne shfrytëzojmë ujë depozitash. Në ndërkohë që uji duhet të ishte i rrjedhshëm 24 orë. Pse? Sepse Shqipëria ka ujë. Shqipëria është vendi i parë këtu në Ballkan për nga rezervat e ujit që ka. Ashtu si mund të ndodhi që ne sot të vim në pushim dhe mos kemi ujë të rrjedhshëm. Për kësaj pastaj kemi pasoja tjera. Ka smundje ndicë, ka smundje gastrike e tjera. Kishte problem të korrentit, për fat mirë ky u zgjidh. Tashti më nuk kemi problem të korrentit. Dikur kur kam qenë edhe unë këtu në Durrës, mungesa e një infrastrukture energjetike ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë në zhvillimin e bizneseve. Ndërsa sot themi se ky problem u zgjidh dhe për fat mirë u zgjidh. Mirë po mbeten shumë punë, pastaj zhurma. Aty mbas pallatit tim është duke u ndërtuar një pallat. Sot kemi data 20 ca korrik. Thënë gjatë gjithë ditës aty bëhet zhurmë. Kur fillon nga ora 7 deri në ora 19 darkës. Një eksperiencë për gjithë janë turizëm. Pra, analogi me rritjet e Ohrit. Ashtu, në Ohër, kryetari i bashkisë Ohrit, ai i ndalon punimet të tilla në periudhën e turizmit. Do të thënë nga 1 qershori deri 1 shtator, ndërpriten punimet të tilla në për kantiere, ndërtime shtëpi, apo pallatesh e tjera. Do thënë e gjitha vihet në funksion të turizmit dhe edhe të këtij biznesi. Shqipëria mundet shumë bukur të jetojë vetëm nga turizmi. Mos i shtojmë aty edhe pastaj bujqësinë, edhe aktivitetet tjera që ka Shqipëria, ose pasuritë, resurset në toksore që ka Shqipëria. Por të mbetemi vetëm tek këto aktivitete, të cilat nuk janë të dëmshme për ambientin. Shqipëria mund të jetonte shumë bukur me këto aktivitete. Megjithatë, Shqipëria ka një bregdet shumë të gjatë. Këto janë copëza që janë ndërtuar natyrisht në periudhë të tranzicionit. Por mendimi juaj për pjesën tjetër bregdetare, që është 90%. Nëse unë tani fola më tepër si pushues, më tepër si pushues, ashtu edhe më shkoi gjua aty ku më dhe më dhëmbi, dhe disa nga shqetësimet që i ngrita unë nuk do të thotë se janë katastrofale, nuk janë me përmasa katastrofike, edhe Shqipëria njihet si vendi që ka bregdetin më të bukur, edhe që ka bregdetin më të gjatë, ka rreth 400 km plazh, edhe duke filluar nga Shëngjini sipër edhe deri në Saran poshtë. Shqipëria ka vende të mrekullueshme dhe me një menaxhim dhe mirë administrim, këto vende mund dhe me një
themi me një sigurim të bazës, një bazë të mirë materiale, me projekte të mira, Shqipëria kthehet në një perlë të Ballkanit. Edhe kjo në të ardhmen e Shqipërisë do t'i sigurojë një ardhmëri të sigurt, edhe të ardhurat të majme si ekonomisë private, por edhe do të pasurojë arkën e shtetit. Ashtu, edhe mendoj që këto anomali që unë i përmenda çfarë nuk duhet të përsëriten, dhe këto jam i sigurt se nuk do të përsëriten, me që tashti institucionet shqiptare kanë përvojë, kuadrat shqiptare edhe ato kanë përvojë dhe shohin, komunikojnë me shtetet e zhvilluara, edhe zhvillimi i turizmit në të ardhmen, për mendimin tim, do të ishte një nga faktorët që do t'i hapte dyrët Shqipërisë drejt Evropës. Edhe do ta bënte Shqipërinë të njohur, shumë më të njohur për Evropën, se Shqipëria nuk është shtet si disa fqinj tonë që nuk kanë as identitet, që kanë probleme identitete tjera. Shqipërinë e gjithë bota, dhe prandaj në këtë kontekst Shqipëria nuk duhet të ketë probleme për të arritur për të hyrë në Evropë. Mirë po, mendoj që do të themi përsëri te bashkëpunimi dhe mirëkuptimi politik në mes forcave politike shqiptare, dhe kur kjo të arrihet, besoj që këtu në Shqipëri nuk do të ketë probleme të atilla, dhe Shqipëria do të ketë ardhmërinë e sigurt në Evropë, dhe Shqipëria do të hyjë në Evropë. Kjo mund të marrë ndoshta pak kohë, por Shqipëria domosdo shkon drejt Evropës. Faleminderit zoti Zuberi për këtë bisedë që bën për ekranin e televizionit Apollon. Faleminderit që më kohën që pranuat para që të zhvillojmë këtë intervistë së bashku. Faleminderit juve.